Shikues Ranjoz, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni Parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Brigjet e detit të zi dhe pjesa Europës lindore do t'jenë në ndikimin e një qendre ciklonare, ndërsa brigjet e Egjeut do të përfshihen nga rrebeshë shiu. Pjesa tjetër do të mbizotrohet nga mot i kthjellët. Jemi tani me kushtet të motit për sa i përket vendit tonë. Sipas meteorologjit, gjatë ditës së diel do të ketë alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ku pas mesditës vranësirat do të shtohen duke sjellë reshje. Temperaturat do të luhaten nga 12 deri në 32 gradë Celsius, ndërsa era do të fryjë me një shpejtësi 25 km/orë dhe gëzimi në brigjet detare do të arrijë 1 ball. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rëndë të Evropës për ditën e nesërme. Pothuajse e gjithë Europa do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, ndërsa pjesa e Europës lindore dhe pjesërisht Balltiku do të përfshihen nga reshje shiu dhe stuhi të forta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas meteorologjit, dita e hënë do të nisë me kthjellime dhe vranësira të pakta, ku pasditja sjell shtim vranësirash, ndërsa temperaturët do të luhaten nga 12 deri në 31 gradë Celsius. Era frynë me një shpejtësi 30 km/orë nga veri perëndimi dhe dallgëzimi në brigjet detare do të arrijë 1 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas meteorologjit për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.